Pas fitores së gjestit në Big Brother VIP Albania 4, momenti i tij kur shpalosi vetëm flamurin e Kosovës në skenën e finales ka ndezur një valë reagimesh. Kjo ka shkaktuar polemika të mëdha, duke përfshirë edhe reagimin e reperit Gjibani, i cili nuk ka kursyer kritikat e tij. Në një postim të ditë të fundit, Gjibani theksoi: "Më pengon flamuri i Kosovës në Big Brother Albania kur nuk shoqërohet nga flamuri i Shqipërisë." Ky koment ka shkaktuar një valë kundërpërgjigje nga ndjekësit e tij, të cilët e akuzuan për ndarje dhe mungesë respekti ndaj Kosovës. Megjithatë, këngëtari nuk është ndalur dhe me një mesazh të gjatë ai sqaroi se duhet të vazhdojë të shprehë mendimin e tij pa frikë. Në një realitet ku duhet të kesh frikë të thuash që një shqiptar duhet të ngrejë flamurin shqiptar në një shfaqje shqiptare. Unë kam mendimin tim dhe e di që asgjë nuk ndryshon nga mendimi i një njeriu. Secili mendon si dëshiron dhe po paguaj çmimin për mendimin tim, ka shkruar Gjibani. Këngëtari Ledri Vula, në një intervistë të dhënë së fundmi, ka folur më tepër rreth raportit të shumë përfolur mes tij dhe këngëtares Xhensila Myrtezaj. Vula dhe Myrtezaj u vendosën në qendër të medjave pas një bashkëpunimi të suksesshëm të dyshes, ndërsa fansat aluduan dhe për një marrëdhënie romantike mes tyre. Në një dalje për Radio Dukagjini, Vula është shprehur se mes tyre ka shumë kimi, ndërsa tregon se janë shumë shokë së bashku. Ndërkohë fansat ende kanë dyshimet e tyre se kjo kimi mes dyshes të jetë kthyer në një raport dashurie. "Kemi pasur shumë kimi, edhe në studio, edhe në klip, edhe në shoqëri. Jemi shumë shok me Xhensilën", është shprehur këngëtari. Xheneta ka ndarë një moment të ëmbël në emisionin Trotuar, duke treguar se ishte parë me Xhestin në korridoret e Top Channel dhe ai kishte buzë qeshur. Ajo e ka përmendur se ishte ai i pari që e pa. Megjithatë, Graciano, i cili me sa duket i njeh mirë lëvizjet prapa kamerave, nuk nguroi të pyet Xhenetën për Eglin, një pyetje që ndezi më shumë situatë. Pasi e pyeti nëse e kishte takuar në ambientet e televizionit, Xheneta u shpreh: "Nuk i kam takuar në televizion, por kam dëgjuar që po flen në të njëjtin hotel ku qëndroj unë në Tiranë. Tani nuk e di kush po e ndjek kë", tha ajo me një buzë qeshje. Po të njëjtën zhurmë, si edhe brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, po bëjnë edhe jashtë saj. E kemi fjalën për çiftin Gjesti dhe Egli, të cilët për disa vijojnë të jenë të lidhur e për disa të tjerë jo. Te grupi i këtyre të fundit futet edhe Valbona. E ftuar së fundmi në e diell, ish banorja e Big Brother VIP e pyetur nga gazetari Ronaldo Sharka nëse Egli dhe Gjesti janë bashkë, shprehu mendimin e saj lidhur me këtë marrëdhënie. "Kam përshtypje që për publikun vazhdojnë, por me aq sa po shoh, më lën një shije. Kam frikë se me impenjimet e shumta që ka Gjesti, por edhe Egli nuk kanë gjetur kohë për të qëndruar me njëri tjetrin." Por pak pas kësaj deklarate, ka qenë vetë Egli, e cila ka postuar një foto në Instagramin e saj, ku shumë ndjekës të saj e kanë komentuar duke i thënë se ndodhet në shtëpinë e Gjestit. Me sa duket, Egli ka zgjedhur këtë mënyrë përmes kësaj fotoje për t'i kthyer një herë mirë përgjigje pyetjes që a vazhdon akoma me Gjestin. Shpat Kasapi dhe gruaja e tij, Selvie Jaho, mund të jenë drejt fundit të martesës së tyre. Sipas burimeve të afërta të çiftit, marrëdhënia e tyre ka hyrë në një periudhë të vështirë, ku mund të jenë drejt një ndarjeje. Shenjat e para janë vënë nga fansat në rrjetet sociale, ku të dy nuk e ndjekin me njëri tjetrin dhe kanë fshirë të gjitha fotot e tjera. Selvie shkruan: "Po kaloj një periudhë të vështirë në jetë dhe më besoni, nëse unë kam bërë, mundeni dhe ju, nuk dua të dëgjoj me, po nuk kam kohë, nuk kam motivim, sepse nuk e keni iden sa shumë do t'ja ndryshoj jetën, do t'ju bëj të jeni zonja e vetes." Përveç këtij mesazhi, fansat kanë vënë re se çifti nuk ndiqet më në Instagram dhe kanë fshirë të gjitha fotot e përbashkëta. Një sinjal që flet shumë për situatën e lidhjes së tyre. Joz Marku ka rikthyer vëmendjen e publikut pas një incidenti të rëndësishëm që ndodhi gjatë së dielës, kur ai goditi Gjestin pasi doli nga shtëpia e Big Brother VIP Albania. Videoja e tij, e cila është e disponueshme për t'u parë online, e ka bërë të qartë se Joz Marku është fokusuar te karriera e tij muzikore dhe duket se synon të nxjerrë diçka të re për publikun. Ajo që është më interesante është se me kalimin e ditëve parashikohet që kënga e tij të bëjë bujë të madhe
duke tërhequr një publik më të gjerë. Megjithatë, do të jetë emocionuese të shohim se si do të reagojë gjesti ndaj këtyre aludimeve dhe deri në çfarë mase këtë situatë do ta shfrytëzojë ai për t'u përgjigjur. Në këtë pikë, tensionet midis tyre duket se janë vetëm të fillimit dhe fansat e dy artistëve janë teje të etur për të parë se çfarë do ndodh më tej. Rikthimi i Jos Markut nëpërmjet muzikës është një moment i rëndësishëm për te dhe një simbol se ai është gati për të përballuar pasojat e veprimeve të tij të fundit. A është kjo mënyra e tij për të shprehur emocionet pas incidentit, apo thjesht një rikthim i fortë në industrinë muzikore? Kjo mbetet për të parë me publikimin e plot të këngës. Valbona Mihili ka qenë e ftuar në Mos i bjerë me top me Ronaldo Sharkën, ku ka folur për udhëtimin e saj brenda shtëpisë së Big Brother VIP 4. Por jo vetëm kaq, pasi ish banorja ka treguar edhe detaje nga jeta e saj personale dhe çfarë po ndodh me te tani që është jashtë shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Teksa gazetarja ishte brenda Big Brother VIP 4, Shqipe Ysenaj deklaroi se ajo kishte lënë një lidhje jashtë. Valbona e ka mohuar një gjë të tillë, e dije moderatori i njohur e pyeti se çfarë po ndodh me saj dhe opinionistes së Fan Club. Absolutisht, unë jam një libër i hapur dhe kam një marrëdhënie të shkëlqyer me vëllezërit e mi, me motrën dhe maman time. Ato din çdo gjë në jetën time dhe raportet e mia kanë qenë gjithmonë diskutim mes motrës dhe vëllezërve. Ja një pjesë nga intervista. Ndërkohë që ti ishe në Big Brother, jashtë zjenin titujt e portaleve që Valbona ka lënë një lidhje jashtë. Kjo nisi nga një deklarat e Shqipe Ysenaj në Fan Club. Je takuar sot me Shqipen? Je sqaruar? Do e hedhësh në gjyq? Si shkoi kjo situatë, se edhe ajo asaj kohe u ankua se vëllezërit e tu e kishin përcënuar. Jo, nuk është se do ta hedh në gjyq Shqipen, për të vetmen arsye se unë ato çfarë kisha për t'i thënë ja thash në sy, në Fan Club. Madje kanë ftuar që nëse ka foto, fakte për këtë lidhje imagjinare që vetëm Shqipja e di se ku ka ekzistuar dhe ku ekziston ky person në fjalë, kohët e fundit e mora me shumë sportivitet, ama një stres shumë i madh për familjarët e mi, të cilëve ju ushtrohej një lloj presioni. Pas një val komentesh kritike në rrjet, lidhur me veshjen që Kiara Tito zgjodhi për ditëlindjen e parë të vajzës së saj, Lunës, moderatorja ka vendosur të reagojë publikisht. Në një postim të fundit në Instagram, Kiara ka publikuar një imazh nga sfilata e Chanel pranverë 2002, duke zbuluar se pikërisht nga ky stil është frymëzuar për fustanin që kishte veshur në festë. Për fustanin e ditëlindjes së Lunës, u frymëzuam nga një sfilatë e Chanel, koleksioni pranverë i vitit 2002, për të gjithë kritikët. Ka shkruar ajo me një dozë ironie, duke sqaruar edhe një detaj që aq shumë kishin komentuar. Ajo shton, dhe jo, nuk kisha vap, isha super rehat. Reagimi i saj duket se është një mesazh i qartë për të gjithë ata që komentojnë me negativitet pamjen apo zgjedhjet e saj.